Vaksinimi është një nga mundësitë më të mira që kanë prindërit për të mbrojtur foshnjët, fëmijët dhe adoleshentët nga sëmundjet potencialisht të dëmshme. Në rrethin Shkodër, kalendari i vaksinave po realizohet në kuota të larta, thot kryevaksinatori Arben Xhabia. Po zakonisht vaksinat kryen brenda kalendarit, domethënë deri në moshën 18 vjeç. Interesi është i gjithmonë njësoj, pothuajse njësoj, domethënë ato realizohen vit mas vitit dhe mund të realizohen me pak vonesë, por realizohen. Kryen domethënë vaksinimi në përgjithësi i kalendarit vaksinimit deri në 18 vjeç realizohet siç duhet. Ndërsa hezitim prindërit shfaqin kryesisht për kryerjen e vaksinës kundër fruthit. Kjo vaksinë është për të aplikuar në moshën 12 muajsh. Edhe ka një tolerancë deri në 15 muaj. Ka shumë prindë të cilët e shtyjnë, domethënë deri në 18 muajsh ose deri në 2 vjeç. Kjo është një mentalitet i tyre, por e rëndësishme është që ata e kryejnë vaksinimin. Ata e realizojnë vaksinën tek fëmijët e tyre. Megjithatë, sërish edhe kjo vaksinë në bazë të statistikave realizohet në pjesën më të madhe tek fëmijët. Duke llogaritë, domethënë atë statistikën në moshën e caktuar siç është deri në 15 muaj, ajo mund shkojnë 70%. Por duke përmbledh edhe personat e cilët vaksinohen me vonesë, në fund të vitit ajo shkon në parametra siç duhet, 95-96%. Mjekët theksojnë se vaksinat nuk e dobësojnë sistemin imunitar, por forcojnë atë duke stimuluar mekanizmat mbrojtës ndaj sëmundjeve specifike.